Të gjithë ju ka bërë përshtypje pamja fizike e Ilir Metës. Unë doja t'ju pyesja juve, Ilir Meta i 2003-2004 është i njëjti me Ilir Metën e 2026 jo fizikisht, e kam fjalën. Them që jo. Unë e kam njohur Ilirin kur ai ishte zëvendës kryeministër dhe pastaj u bë kryeministër, pastaj së bashku sa ju lëvizjen. Socialista për Integrim, e cila ishte një lëvizje që kishte shumë figura, Pollum Gjufi, Sabit Brokaj, Ndrej Lekisi. Si një farë proteste ndaj Partisë Socialiste, ku Fatosnano e kishte marrë të gjitha vendimet në dorën e tij dhe megjithëse ai është mbajtur gjithmonë si demokratë, më thash, për në atë situatë nuk kishte më demokraci. Ndodhi ai kongres që ai sa pas me vjen historia që na u do vërtet shumë e tepërt. Ka përcim nga Ismail Qemali dhe Fatosnano ishte në gjykim madh. Se dhe Ismaili se tha vetë, ja tha popullit. Jo, Ismailit ja kanë vënë në gojën e tij se e meritonte. E meritonte që ai ta thoshte. Pse se ka bërë vërtet mbase veprën më të madhe në historinë e këtij populli që ndau Shqipërinë shtet më vete. Dhe në ato situatat luftës ballkanike, ishte shumë situata ngatruar, që ai tash vërtet merita. Por Fatosi, dikush ja kishte shkruar atë se Fatosi Sulës besoi të shkruante, të përtac për këto punë. Ashtu. Si. Dhe e tha. Kështu që ne u ndam. Këto kanë qenë të gjitha. Pastaj prap u shkëputëm dhe nga Iliri kur ai filloi bëri koalicion me Sali Berisha. Atëre na gënjeu hapur. Një ditë përpara ne kërkuam llogari për të ndjerin Dritan Prifti se kishte thënë po që se gjërat nuk ecin, unë mund të vetë edhe me Berishin thamë për diti këtë punë. Jo, tha, s'ka problem, Dritani është emocional, tha. Nuk të nesëm e morë vesh në televizioni. Për mua jo ka qenë ngjarje shumë e rëndë, ishim antarët e kryesisë gjë. Dhe unë e pyeta konkretisht dashur. Tha, jo, s'ka problem, tha fare. Dhe pas asnjë tha fare. Ishte shumë e rëndë bashkimi don, koalicioni. Justifikimi i tij ishte që po e bëj këtë koalicion se s'kishim luksin ta çonim vendin në zgjedhjet e reja prap. Ishte një justifikim i qëndrueshëm. Është justifikim. Dhe së dyti, pati një lloj hile nga ana e Edi Ramës, i cili e luftoi në momentin e zgjedhjeve? Nuk Edi Rama natyrisht. Kuptohet, bëri lojën e partisë vet, ha? Po erdhi më vonë ai se sa hapësh problemi. Jo, e kam llafin në 2009-ën gjithmonë. 2009-ën është. Mirë pra. 2009 ai punoi për partinë e vet, po themi Iliri, dhe tregoi që nuk funksionon dhe me parime, po funksionon dhe me interesa, edhe të ngushta do të thonë, se pas parti e vogël ishin edhe kështu. Interesat ishin edhe konkrete të njerëzve, pak njerëz ishin. Nuk ishte një parti që... Ose ishin në tavën e pushtetit në Shqipërinë Gordë. Dhe historia më vonë tregoi që të gjitha ata njerëz që ishin afër Ilirit u bën ministra, më thash. Dhe vazhduan pastaj. Pastaj me të njëjtën filozofi, ai në 2013 pastaj pranoi edhe një koalicion me Partinë Socialiste se e paqë. Po doja do humbiste, do vinte. Që ja këpi pamjet. Iliri nuk ka qenë shumë konsekuent ose nuk udhëhiqesh nga parime, po udhëhiqesh nga interesa. Edhe në ngjarjet e fundit të tilla që ai ndjeu që situata po i rrëshqiste në të kam, filloi të bëj gjeste të çuditshme. Se kuptoma, filloi të pinte një. Kjo ishte faktori kryesor, se çdo ditë ishte i pirë. Por së bashku me pijen, kishte një delir, domethënë. Unë gjitë në përmale. Pastaj e rënd ishte ajo që bëri një demonstrim mes bulevardit si president i vendit, mlodhi sa figurat të rëndësishme ishin ato, u i bindi, nuk e di se si, me 2 mars, apo 3 mars, që ishte. Po. Dhe çudirat të tilla, domethënë. Edmond Budinën mbaj. Filloi e tregoi domon
me vepra që kohë të fundit ai nuk ishte më ai lirë që kam njohur unë, se kjo është pyetja që më bëret. Eksakt. Kishte ndryshuar shumë. Nga Iliri ka qenë për mua, nga ata që kam provuar unë, si kryeministra, se varesha direkt për tyre. Po. I pari Fatos Nano, i dyti Panderi Majko dhe i treti Iliri. Iliri ishte më seriozi. Më seriozi, më këmbgulsi, duhet të harroje që Iliri të jepte një detyrë dhe më së kërkon të llogari. Ata dy tjerë, Fatosi, ka qenë vërtet i papërgjegjshëm. Me Pandin unë nuk shkoja mirë, kështu s'm ka dhënë detyra. Kemi kohë pa u takuar dhe do doja t'ju pyesja tashmë të ndjerim Fatos Nano. Çfarë vlerësimi ke vërtet si kryeministër? Dhe si personazh politik? Këtë kam thënë, si personazh politik është tjetër gjë. Personazhi politik nuk të fut në situata urgjente ku duhet merret vendimet janë më të ngadalshme. Ai është mbajtur dhe unë them, është cilësimi i drejtë që është bërë si njëri që demokratizoi Partinë Socialiste, vinte nga i Partia e Punës, me të tjera rregulla, me të tjera tabiate që thot populli, dhe ai bëri një parti vërtet ku vendimet merreshin kolegjialisht, kryesia e partisë funksiononte, kisha kontakt, nuk kam qenë në atë kohë antar partie, dhe funksionoi. Si kryeministër, pastaj kryeministri është sigurisht një detyrë shumë e rëndë. Sidomos në një vend si jonë, një vend i varfër, një vend ku lufta politike shumë e ashpër, çdo ditë dalin papritura dhe duhet marrë vendimi. Fatosi nuk ishte nga ata që ai merrte vendime sigurisht, por asnjëherë seriozisht. Shifte aspektin më të kollajshëm për të. Kjo vlerësoi në fakt si shenjë tolerance. Si të duash e vlerëson. Unë më pyete për opinionin tim. Unë kam quajtur gjithmonë papërgjegjshëm. Të papërgjegjshëm në vendimet që merrte. Thashë, kam njohur si kryeministër, nuk kanë kohën. Pastaj më vonë, natyrisht, kur unë u përplasa me të, fillova të shikoj edhe një çik tjetër dhe në kryeministrinë e dytë, 2002-2005, bata rastin që ta shoh më mirë, edhe me tjetër sy. Unë kisha një zyrat shumë afër me shtëpinë e Fatosit. Dhe Fatosi delte në ora 11, vinin ata rohet me makinat e në ora 9, siç e kishin lënë. Dhe shpërndashin në për ato kafet edhe pallatet shatëvare. Pastaj ai që ishte lart, i merrte në radio, shpejt se doli shefi, 11 dilte. Shkonte kryeministri, 12 dilte e shoqja dhe pastaj e dinim që shkonte ka Rozafa për drekën, se tash. Nuk ishte nga ata që merresh seriozisht me çdo gjë. Ai delegonte detyra, kjo është e vërtetë. Unë e di që për shembull në kryeministrinë e parë, kur isha dhe unë në shërbim, kryesori ishte Kastet Islami. Ai bënte punët. Fatosi sigurisht jepte opinione, vendoste, por pastaj mbeti në Amigdokles, më duket pastaj mbeti në Amigdokles, më duket në mandatin e dytë që ishte zëvendës kryeministër, Doklja. Doklja ishte zëvendës kryeministër, mos gaboj, në periudhën 2004-2005. Basë, nuk e kam. S'keni qenë dhe tërë, po ka qenë zëvendës kryeministër. E më mirë.